Qysh në qelje të këtij programi e kemi thënë nderuar teleshikues, ju do ta ndjeni vetë siç edhe ndjeni për vjet në Kosovën e lirë e të pavarur tashmë, duke u përpjekur çdo ditë për shtet ndërtimin. Është tepër e rëndësishme të kthehemi pas dhe të kujtojmë atë se çfarë ka ndodhur. Ata djeme ato vajzat guximshme që në rrethana normale do dukej çmenduri që të kapnin pushkën e të luftonin kundër një artillerie të rëndë siç ishte Serbia në atë kohë. Por, çka e mbajti gjallë të popull? Gjithmonë lufta e brendshme dhe ndjenja e lirisë. Kështu që gjithmonë nderime, respekt pafund, spaku nga unë personalisht për gjithë luftëtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës që kapën pushkët dhe barazuan jetën e tyre me vdekjen, nuk ju trembën as pak për lirinë e Kosovës. Kam kënaqësinë sot në këtë mëngjes ta ndaj një bisedë me ish komandantin e zonës operative të Llapit, Rustem Mustafa, komandant Tremi, faleminderit që erdhe. Faleminderit juve. Dhe për ata që konsiderohen heronj edhe sot, por në atëherë, në atë kohë, në mënyrë të veçantë, heronj të vërtet të luftës, mjekët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, që u gjendën pranë atyre që u plagosën. E dhanë gjithçka për këtë liri, është Florim Zejnullau, oftalmolog, mjek në ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Dok, mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Është 12 qershori, komandant, dhe natyrshëm na kthen në një nostalgji të 26 vite më përpara. Si e kujtoni? Atë të 99-ës, sepse keni kaluar shumë 12 qershor të rëndësishëm, por ai 99-ës si duket do të mbetet gjithmonë kujtesë. Spore kisha dashur gjithë qytetarëve të vendit me urue ditën e shtjerimit të Kosovës. Dita e shtjerimit të Kosovës, me thonë drejtën, nëse flasim si e kam prit atë ditë, është për te emocione, është ditë ku ne gjithë e dinim që po kurorëzohet gjithë shka që kemi ndërrua, në të kaluamën, shumë gjenerata që ishin edukaturët tanë, dhe plot angazhem se cilin nga ne që kemi qenë pjesë organizimit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, plot përpjekjet tona për më gjinë sa më mirë, për me organizu sa më mirë që me e sfidua kohën e cila na shihej hapta se po vinte, për me organizu vehtën tonë, njerëzit tonë, për me kaluar sfidën ma lehtë. Çdo transformim, çdo tranzicion ne kemi ditë që është i rënë nga e kalume nga thonat e parëve tonë, leximet të gjitha këto, e kemi pranuar si sfidë jo të lehtë, që në fakt edhe ishte. Gëzimi, emocioni, festimi, jam i sigurt që mas pakti ka munguar të ushtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ata që gjithë kanë qenë të mbushur me plot obligime. Dhe unë ka shumë prej ushtarëve që takoj edhe sot, që më tregojnë, por jam edhe një ndër ata, që ka ma shumë se 2 javë dhe muaj që ushtarët nuk janë takuar me familjes dhe veta, i kanë pas në shtëpi, por s'kan mujt ti kalojnë obligimet që na delin në përkohën, që na i solli shtjerimi i vendit. E kujtojmë se gjanë e shejt, edhe po përpiqemi edhe tash, gjithë sa njihemi në mes vete, po edhe me njerëz të tjerë, ta ruajmë dhe ta konsolidojmë, ta zhvillojmë tutje lirinë që e morëm me mbështetjen të fuqive më të mëdha që sallën lehtësi për ushtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, por edhe për vetë ne, si në kohë ashtu edhe në mënyrën e shtjerimit të vendit. Ne i falenderojmë veçantë, sepse unë nuk kam pse ju falenderojmë shumë ushtarën, nga sa ata gjithë e di se e kanë bërë pas obligim, por i ndihemi të falenderuar edhe dëshirojmë të falenderojmë gjithë herë miqtë tonë, aleat tonë, cilët na duhen në krah, edhe
zvogluan sfidat e tona dhe sot po gëzojmë lirinë kështu qyshim. Dhe bashkë ja dolëm. Historikisht, pra, koha e ka dëshmuar që disa njerëzve ju bin hise pak më të mëdha, sidoqoftë në çlirim, në luftë, në gjithçka. Dhe ju jeni një prej atyre njerëzve që patët mbi supe jura. Nuk e morët vetë, po ishte obligim qytetar dhe natyrisht në shërbim të diçkaje të madhe, që ishte ideali i madhe i luftës për liri. Që t'u thiqni me njërën nga zonat goxha problematike të luftës, ku kishte edhe ushtar, u përballët me shumë sfida në atë periudhë kohore. Mjeku ishte edhe aty dhe do të ndaj pas pak edhe rrëfimet e tij me ne. Si e kujtoni këtë sagën e madhe të vuajtjeve me cilat edhe u përballët gjatë periudhës luftës? Ne kemi qenë të lindën, jem familjet e Brezit kufitar me Serbinë, gjithherë kemi hasën në telashe që janë sill nga Serbët dhe gjithherë dominanca e tyne është pa që po duhen me pas dominancë në për fshatarët ne që eshem edhe kemi vrejt herët. Qysh në kohët e herës, kohët e viteve 60-70, vizja edhe më të moqët me intelektualët të Kosovës, njerëz të mirë të Kosovës, kanë fillu organizimin. Por unë po flasë për kohën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur pak njerëz, si Zahir Pajaziti, Akif Zynullahu, Ilir Konusheci, Edmund Hoxha, ishin njerëz që mund të numëroshin në për gishta dorës, Adem Jashari, Femil Odroci, Qerim Kelmendi, shumë ka edhe të tjerë, por ishin si të pak në numër. Por dhe të parët që danë, si me të në sinjalin e madhë që lufta për njësë. Ata kaluan vetën e tyne. Edhe pak nga pak duke nejt me ne, duke në angazhue, herë në punë më atleta, herë të gjitha detyrat e kohës, ne u mishnuam me ushtrinë shqiptare të Kosovës, por pak kush nga ne e dinte edhe kuptonte rëndësinë e vetës të tij pas 6 muajve, pas 2 vitesh. Kur po afroi liria e Kosovës, gjitha ato pozicione i morëm pak nga pak, edhe duke sfiduar me kohën, me njerëzit, me detyrat që kishin. Formati i komandantit Zahir Pajaziti ishte format i rëndësishëm që solli organizimin drejt majat e drejt njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sa herë që ranë herojt me emën që ishin, ushtria shqiptare të Kosovës vetëm po zgjohej. Ishte dhembje madhe, ishte humbje madhe për ne vrasja Zahir, vrasja komandantit legjendar Adem Jashari, me gjithë familjen e tij. U kthye në fuqi. Edhe sot befasohen me vetë, befasohem edhe ne vetë, që ishim komandant të zonave, po edhe të tjerë, brigadave, edhe bashkëluftarë të tjerë, sot befasohem me kapacitetet tona që i patëm, t'i organizojmë, t'i pranojmë dhe t'i sistemojmë gjithat vullnetarë, gjithat të ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që të vuhen në shërbim të lirisë. Pa cilët nuk do t'ishte mundur përfundimisht liria dhe më pas edhe pavarësia. Unë them që ka diçka përtej nesh, që ka bot mundur që na me mujtë me adar gjitha të detyra, gjitha të obligimeve që na i solli koha A dhe dashuria, kjo është përgjigja. Në përgjësitë tona. Ka diçka që ka bo, populata me konë aq e angazhuame përtej kapacitetet dhe mundësive se cilit pe tyre që i kam pas, edhe jem vunë në angazhem të ushtrisë shqiptare. Nuk ka diçka një kërkesë që mund të kërkohet nga një familjar, nga një qytetar, nga një familje kosovare me jetën që e bën të në atë kohë, që është bo edhe nuk është gjinë aja kërkesë, nuk ka mund më plotësue për ushtarët e vetë. Ne ju falemi edhe sot, ju falemi para tyne, rrimën gjënë para tyne, për mundësit që i krijuan që ne sa ma lehtë e keshim të operojmë në gjithë vendin për shirimin e vendin. Ai popull që nuk do çlirimtarët e vet do okupatorin, kjo është shumë e thjeshtë. Doktor, për ju çfarë ndjesie ju jep 12 qershori?
Spari, ju falenderoj për ftesën. Nështë është dita me madhe e jona, për shkak se ka qenë gëzim i madh hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë. Por në ditë ndaj një ngjarje, gruaja e Hakifit, Hakif Zenullah, më tha t'i shkon ai që e ka dash mas shumë t'i këtë ditë. Do më thonë, kjo ditë është edhe ditë e aty në Qiran, edhe jonja. Do më thonë, duke i para ata të vazhdojmë, po nuk jem të kënaqur shumë me të arritën atë në Kosovë, nështë ta këna pretendu ma shumë, ma shpejt, mirë po ka ardhur liria, ka ardhur mundësia prosperitetit, me ardhur gjeneratët e reja në shprehje, mirë po mos me harru të kalumen edhe sfidat e... Ishte një mobilizim i përgjithshëm, ishte një kushtrim, ishte një thirrje ku pa asnjë kërkim të asnjë dëm shpërblimi, njerëzit u radhitën në radhët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. U bën ushtar, qoftë të shkruar, qoftë pa shkruar, ata dhanë kontributin e tyre. Mua më intereson të di ku ishit, çfarë shërbyet, me çfarë rasti u përballët që gjithmonë do ta mbani. Unë kisha fatin të, sikurse edhe komandant Remi, të kisha afër dy njerëz, ndoshta të partu që kësë Zahirin edhe Hakifin, në shumë rrethana jetësore. Njoja e parë me UÇK-n ishte vitin 96, kur gjatë një bisede për një aksion i cili kishte ndodhur, unë nuk shfaqa besimin e plot se ishte aksion i dur, edhe ndërkohë Zahiri më tregoi që po flasim për 96-ën. Për 96-ën, Zahiri më tregoi që kjo luftë do t'jetë e pastër, ekskluzivisht okupatorët dhe bashkëpunëtorët e armikut, e ka dashur shumë Anton Qetën, edhe ndërkohë më tha populli shqiptar i ka kriju parakushtet për fillimin e luftës, për shkak se për të bërë një luftë duhet bëhet pajtimi kombëtar, i cilin e bëri Anton Qeta me gjithë intelektualët e Kosovës, ndërsa tash jemi në fazën e dytë, luftës guerilje, deri në mobilizimin e plot. Domthonë kam qenë dëshmitar i shumë situatave, i shumë zhgënjimeve, kam qenë dëshmitar kur askush nuk e ndonte luftën. Mendonin se me një politikë paqësore, mirë po edhe ajo ishte kontributëse dhe ishte fazë kalimtare kur ushtërën gjitha mundësitë politike. Ata ishin, si tha komandant Remi, është diçka për te neve. Në ftyrat e tyre kishte diçka pengamerike. Do më thonë, ndoshta janë pengamer të kohës, për shkak se e kalun atë forcën njerëzore. Po, ishte profetike diçka, edhe dëshira, edhe dëshira më e madhe i pashtershëm mobilizues për të arritur ato se çfarë u arrit në fakt liria e Kosovës. Ju po flisim me një njeri që faktikisht plagët e luftës akoma i ndjen, për arsye se jetojmë me një njeri që ka qenë edhe i mbartë me vete këto plagët e luftës dhe për cilin lufta nuk ka përfunduar dhe si ai ka plot të tjerë. Komandant, ju e dini shumë mirë. Patjetër, më intereson të di si i keni trajtuar të plagosërit e luftës. Cila është ndihma juaj konkrete, sepse mjek në periudhë kohore. Kam qenë student. Super të nevojshëm. Kam qenë Sa dhe student. pushkët. Student edhe nuk kam qenë shumë i angazhuar në pjesën sanitare. Më kujtohet, unë kam pas qef të këndoj edhe për këtë pjesën... Të këmë po dëgjojmë, a? Për këtë pjesën kena ardhë. Së bashku me komandant Remin, i pa ta bërë disa këngë dhe tekste dhe pa ta ardhë dyherë në Prishtinë për të Gjevdet Gashi dhe të Erfajm Kastrati, por nuk ishte fati të realizohen atëherë dhe u realizohen 25 vjetë mas luftës. Më ngriti pak volumin për çfarë flet kënga. Është ajo periudhë? Kjo është këngë për Akim Ramadanin,
Këto praktikisht mas luftës e kam bë. Një tjetër që shkonte më herët është për djalin e Hoxhës Hakifin, cilën e kam konsideruar vëlla dhe më ka qenë mbështetja jam kryesore gjatë studimeve. Mi ka paguar semestrat, le që gjej ke kohë për familjet vet, për ushtrinë. Me një rast thotë do shesim një pjesë tokës, pse thotë Hasan Prishtina e ka shit tokën për çështje kombëtare. Kena pas shumë vështirësi financiare. Remi e din çfarë vështirësish financiare ka pasur QK-ja. Po Hakifi ka qenë ai që na ka përmbledh gjithëve dhe ka dhënë gjithçka për fillesën e UÇK-s. E kuptoj. Komandant Remi, ne kemi biseduar shpesh, edhe në studio televizive, gjithandej është fol për ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Nuk është bërë kurrë sa duhet dhe sa meriton të ushtria qëllimtare e Kosovës nga të gjitha partitë, gjithmonë, për gjitha ata që dolën nga lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Pa diskutim që ishte e shejtë, pa diskutim që ishte qëllimtare, pa diskutim se është shumë e pastër. Ju vetë jeni njëri prej atyre që jeni përballur me procese të montuara qysh nga pas lufta. Dhe sot, në këtë moment, 26 vjet pas qlirimit, ne nuk i kemi prezent ata që faktikisht organizuan luftën e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, prisit e saj, me emra ose pa emra. Ata janë në qeli dhe po mbahen të mbyllur atje ku nuk do duhej të mbaheshin, sepse luftuan për këtë liri. Si i komentoni sot në këtë përvjetor, jo vetëm mungesën e tyre, por gjitha proceset të tilla të montuara fatkeqe dashaketse për vendin dhe për luftën? Nga ata që kemi mbetë gjallë, po fillojmë nga Hashim Thaçi, udhëheqësi politik i ushtrisë qëllimtare të Kosovës, kryeministri dhe presidenti i vendit. Jo duhet ta deni udhëheqësin, e kemi pas dikon të 30 vjeçar kur përfundoi lufta. Mosha e ushtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës ishte dikon rreth 20. Të ri, të gjithë, me elan, me energji pafund. Këto kapacitetet të gjitha të udhëhequra nga e përër të ushtrisë qëllimtare të Kosovës ishin 25 vjetë si puna ime. Misjen vetëm kam pas shërimin e vendit. Koha ka dashur ne me ballafaqu me shumë ngjarje. Kemi marrë aleancën në NATO-s, në veti aleat të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Serbia me Rusinë dhe shtetet përkrahase kanë humbë. Dhe shkas për humbjen e terenit të bllokut ruso-serb, merret ushtria qëllimtare të Kosovës, po e volos NATO-ja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë lëvizje kaq të madhe botnore, këtë luajtje të bllosjeve dhe vendosja e forcave të NATO-s në Ballkan, në Kosovë, në Bosnjë e Gjetio. Ne e mundsuam, ne i ftuam ata. Serbia na shesi shkas bashkë me Rusinë dhe asnjëherë nuk na ka parë. Kur nuk ka me na parë. Në momentin kur është nënshkruar me nom qershor në Kumanov, forcat armike të jo vetëm serbe, ato kanë bërë strategji të re për me sulmue, me gozhdue, gjithçka që lidhet me ushtrinë qëllimtare të Kosovës, po se po, për e përër të saj të lartë. Në shënjesër të vazhdueshme, udhëheqësit e saj, qysh është puna e bashkëftorëve që janë sot në Hagë. Nuk kanë lënë guri pa lviz gjithë bloku i keq, që unë për them është për të Serbia këtu, pa bo, për me dëmtue imazhin tonë, dhe kanë me plan tyne, kanë godit dhe kanë organizuar sulm mbi këto vlera. Ne kemi pasur nga ka gjithë forcat ndërkombëtare kur janë vendos unë miku dhe organizatat të tjera kanë qenë përcjella përmes ambasadave të shumta këtu dhe janë marrë njerëzit e caktuar në për ato pozita, në për vende dhe kanë punuar në UNMEK, në për organizatat tjera, edhe ja kanë lehtësuar vetës për propagandë.
E fundit fare, komandant e tha edhe mjeku pak herët, por... NATO propaganda shpesh herë janë angazhuar edhe njerëz si puna e ushtarëve të shtrishin të atë, pa djenin ka dërguar ujnë ato. Që unë po besoj që është fundi i kësaj të keqje, dhe unë pres shumë shpejt këndellje edhe të njerëzve të fundit që po mundohen me çdo kush për të denuar shqiptarët atje, edhe për të mësuar ushtrinë shqiptare të Kosovës misionin tonë. Urojmë shumë. E fundit fare, vetëm shumë shkurt ju lutem, sepse kam sekonda në dispozicion. Është kjo Kosova për cilën ju luftuat? Realiteti sot? Kosova është kjo për cilën kemi luftuar. Ne lufta është liria është në zhvillim, misioni është në zhvillim, ne do të shkojmë tutje dhe unë besoj shpejt do të radhitemi të kombet të shtetënume duke qenë krenar shumë. Faleminderit shumë që ishit në studio, nderim dhe respekt të përjetshëm për gjithë ata që kapën pushkët dhe luftuan për këtë vend. Faleminderit. Respekt. Faleminderit.